Shqipëria U15 e femrave e mbylli sot turneun UEFA Development në shtëpinë e futbollit, duke luajtur kundër Kosovës. Gjithmonë e më shumë vinë raste të bukura nga kjo vllazërore dhe sot e kishim sërish një të tillë. Disa kohë më parë, në një ndeshje moshash mes Shqipërisë dhe Kosovës për djem, Shqipëria i la penalltin Kosovës, duke lënë topin në duart e portierit, pasi penalltia ishte pa drejtë dhe u këndua himni kombëtar nga të dyja ekipet. Ndërkohë njëjta situatë është përsëritur edhe në ndeshjen e sotme, atje ku rezultati ishte sërish i fundit për nga rëndësia, por këtë herë duhet treguar për një qëllim të caktuar që lidhet me vetë ngjarjen. Shqipëria fitoi në shifrat 4-1. Në fillim të ndeshjes, pavarësisht shiut të rrëmbyeshëm, pasi kanë bërë fotot përkatëse ku secili ekip ishte më vete, në fund lojtarët sfiduan shiun dhe bën një tjetër fotografi, por këtë herë duke qenë një, Shqipëria dhe Kosova. Një gjë që mori dorë trokitin e publikut, por që nuk ishte asgjë në krahasim me ato që ndodhi në fundin e takimit. Shqipëria U15 e vajzave, e drejtuar nga Rabie Tota, ka marrë 3 fitore në 3 ndeshjet e këtij turneu, duke fituar 4-0 ndaj Moldavisë, 2-1 ndaj Estonisë dhe 4-1 ndaj Kosovës. Vajzat e vogla të Shqipërisë shpërthyen në fes pas ndeshjes, duke u gëzuar fitores dhe gjithë turneut, ndërsa në krahun e vajzave të Kosovës kishte vend për dëshpërim. 2-3 prej lojtarëve të Shqipërisë shkuan menjëherë për të ngritur lojtarët e Kosovës që ishin të shtrira në tokë nga mërzitja, dhe këtu del në skenë trajnerja e Shqipërisë, Rabie Tota, me një gjestë emocionues dhe vetëm për t'u dorë trokitur, trajnerja e Shqipërisë i ka kërkuar menjëherë lojtarëve të saj që të ndalonin fesën dhe të shkonin menjëherë te lojtarët e Kosovës për t'i dhënë forcë për humbjen dhe për t'i përqafuar. Kështu menjëherë pas këtij urdhri të trajneres, të gjitha lojtarët e Shqipërisë vrapuan drejt motrave të tyre nga Kosova, duke krijuar një skenë emocionuese, një përgëzim i madh për trajnerin Rabie Tota, jo vetëm për rezultatet, por edhe për këtë gjestë kaq të bukur të bërë në fushë. Në fund të dyja ekipet morën flamurin e Shqipërisë dhe Kosovës dhe bën një tjetër fotografi së bashku, por këtë herë të gjitha të lumtura dhe me mërzinë e kaluar të ndeshjes.